cila dallon nga ajo e Marksit, sepse ajo bazohej në shkatrimin e pronës private, kurse kjo shkon edhe më tej në shkatrimin e familjes si qeliza, si themeli i një shoqërie. Ky ligj i bazuar fund e krye në ideologjinë e ekstremit majt përmbys kushtetutën e vendit, përmbys kodet e vendit, përmbys trashëgiminë pozitive mira vjeçare. Të dashur miq, unë pyeta sigurisht Geminin ChatGPT-n dhe shikoni se çfarë thot. Pra, vetë doktori i ka miratuar në vitin 2009-2010, shikojni keni në Facebook-un tim, kushdo mund të pyesi. Pse kështu vallë, kjo Shqipëria jonë, pa kolon vertebrare, të trashëgjuar burra, politikan, gjyshër, me tradita, me bes. A duhet shkatruar edhe ajo pak Shqipëri që ka mbet, ose ato me qenë shqiptar? Fatkeqësisht ndihem shumë keq.